Joni Keta, 37 vjeç, është drejtori i ri i Byros Kombëtare të Hetimit, pasi u votua një zëri nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Me një karrierë 15 vjeçare në sistem, fillimisht si oficer në ish-prokurorinë e krimeve të rënda dhe më pas si hetues i BK-s, Keta ka fituar reputacion për profesionalizmin në hetime financiare, pastrimin e parave dhe çështjet e krimit të organizuar. Përvoja e tij u konsiderua thelbësore për një garë që zgjati pothuajse të gjithë vitin dhe që u ndoq me interes të veçantë nga partnerët ndërkombëtar. Procesi i përzgjedhjes së kreut të ri të BK-s ka qenë një monitoruarit e viteve të fundit. Vëzhguesit amerikan dhe europian ishin të pranishëm në sallën e KLP-s, madje duke mpritur përpara anëtarëve të Këshillit, një sinjal i qartë për rëndësinë që i bashkohet BK-s dhe SPAK-ut në luftën kundër rrjeteve kriminale dhe karteleve të drogës. 3 prokurorë të SPAK-ut rekomanduan emrin e Joni Ketës, duke i dhënë atij mbështetje të plot profesionale. BK-ja, e modeluar sipas standardeve të FBI-s amerikane, është një prej strukturave më të rëndësishme të reformës në drejtësi. Pas largimit të drejtoreshës së parë, Aida Hajnaj, mandati i cilës u shoqërua me tensionet vazhdueshme në drejtimin e SPAK, drejtimi i ri pritet të sjellë më shumë bashkëpunim dhe efikasitet. Ndërkohë, mandati 3 vjeçar i kreut aktual të SPAK-ut, Altin Dumani, përfundon me 18 dhjetor, duke vendosur sistemin e drejtësisë përballë një faze të rendryshimesh dhe pritshmërisht të larta. Në krye të BK-s, Joni Keta pritet të luajë një rol kyç në forcimin e hetimeve të thedhuara, sidomos në fushat ku partnerët ndërkombëtar kanë kërkuar rezultate më të prekshme, luftën kundër organizatave kriminale dhe kriminaliteti financiar.